Tema 125, kur do njeri ka frikë se merr diçka mësysh. Pejgamberi sa më thot, kur do njeri prej jush sheh te vllai i tij ose vetvetja ose pasuria e tij diçka që i pëlqen, le të bëj lutje për bereqet. Allahumma barik alej. O Allah, begatoje atë dhe shtoje të mirat, pasi mësyshi është hak. Ky hadith ka të bëjë me mësysh. Faktikisht pejgamberi sa më ka mësuar dy gjëra. Na ka mësuar se mësyshi është hak. Po është e drejtë, është e vërtetë. Që ka mundësi dikush më marr dikon në mësysh. Nuk ka shprall kjo mesela. Te populli jonë është një farë keq kuptimi, thonë unë si besoj këtyre seneve. Unë nuk e di çfarë kuptimi e thonë, po më thon si besoj, nëse ka po qëllim që nuk i besoj magjisë, që ka mundësi me ndodh, kjo ka gabim. Që kjo po merren në Kur'an, po merren hadithe të pejgamberit sa, kjo ndodh. Edhe mësyshi ndodh. E pejgamberi ka thonë që ndodh, është hak, është e vërtetë se ka mundësi me ndodh mësyshi, por ai që e shet dikan që i pëlqen, që ja zgjon vëmendjen, le thot Allahumma barik alej. Dhe kjo është duaja që përdor te pejgamberi sa. Jo më thon mashallah. Edhe mashallah më thon lejohet. Po në hadith pejgamberi sa është thonë Allahumma barik alej. Allahumma barik alej. Kjo është përdor në hadith pejgamberi sa. Pastaj nëse thu Allahumma barik alej, pastaj thu mashallah, nuk ka të keqe. Por shpreha është Allahumma barik alej. Ose tabarakallah. Tabarakallah. Ban me thonë se është kuptimi i njëjtë. Ose i thojmë të dyjat, masha Allah, tabarakallah. Të dyjat bashkë. Shiqon e vllazni sa interesant. Pejgamberi po thot kur do njëri për ju sheh te vllai i tij diçka ose te vetvetja e tij. Mos i marr mësysh edhe vetë. Nëse mësyshja e vetit nuk e kanë për qëllim me ti vetjan hoj, se ajo është tani për te mësyshit. Po mos i marr mësysh vetit për një me, ka mundësi të pëlqen diçka te vetja jote edhe me mësysh vet. Ose te pasuria e tij. Diçka te pasurisë tonde, e shef shtëpinë, thu, çfarë shtëpi e pas në ndërsh, si në xhenet po ndoqët vetja. Ose e shef në sen çka ki domthon prej pasurisë kerr ose diçka, vet ki mundësi me marr mësysh. Edhe vet ki mundësi me marr mësysh fëmijëve to. Se si ta merr zemrën, si ta bësh, ka mundësi me ndodh dhe Ibn Qayyim rahimahullah i përmend tri kushte, nëse plotësohen, ndodh mësyshi. Thot e para, mu mahnit me një gjë, me të pëlqy, me thonë, me të syt. Kjo është e para. E dyta, thot, nefsi jot, mrena që e ki, si cili pej çdo nefs, çdo shpirt, është i përzim me anën negative tina. Nuk ka shpirt kullum, veç me anën pozitive. Domthon, çdo shpirt ka xhelozin vetveten e tij. Çdo shpirt që ka kriju Allahu azza wa jall. Përveç domthon Zoti kanë kadesh pe pejgamberëve, pe njerëzve të mirë më ia largu. Ama përgjithësi çdo shpirt ka xhelozin në brendsinë e tij. E shtojnë dietarët, ai njeri i mirë e fsheh xhelozin. Nuk e shfaq, bënohet me majt, me rujt me veti në vetveten e tij, bënohet me shtyp veten. Me thonë elhamdulillah. Nashti vjen xhelozia në zemër, thot jo, elhamdulillah që Allahu ja ka dhuruar atina, inshallah edhe neve na dhuron, mënohet me luftu vetëm. Kurse njeri i keq e çet xhelozin. Thot, kështu çfarë ka bëu filoni. Unë që smujta ose kështu fjalë tilla, që kjo është me shfaq. E tash, kur ta shihni diçka që të pëlqen shumë, edhe kur ja nis me kallëzu me zemër që të farë mlefin, me munu me qit, edhe kur e këshyr çat objektin, kur të bojnë së trija bashk, ndodh mësyshi. E shefni diçka, edhe s'të pëlqen, domethënë faktikisht vjen xhelozia, edhe e këshyr. Filoni pas ka po. Unë s'm bona. Ç'kjo? Domethënë edhe syni, edhe këto që bëhen bashk, me mësysh. Edhe nëse dikush e ka një pjesë të vogël xhelozisë. Secili e ka, domethënë ajo është e siguruar. Vetëm edhe nëse ke një pjesë të vogël xhelozisë, nëse bëhen të trija bash, mahnitesh. Çfarë pas ka bu filoni, ku pas ka mri, ku pas ka shku, edhe i jep domethënë, i jep me këtë hezin tënd. Pastaj
të lëviz ana negative në trup dhe nuk e nal, e lën, dhe pastaj ja hap syt, që kjo pastaj ndodh. Edhe mësyshi ka mundësi me myt njërin. Syshi se Ibn Kaimi thot, kur të bëhet edhe syni, domthon Allahu alem, domthon komplet që kjo e shpirtit, edhe që kjo mahnitja pe krijoi ka një farlloj materie në sy, që çaja materie kur e rrok njërin me bomokon e madhe shumë e çon tokë. Se çaja materie përzihet me shejtanin. Edhe ka mos i njëri me qenë tokë për këtë arsye, njëherë një sahabi ka pa një sahabi tjetër edhe i ka pëlqy pamja e tij, domethënë u konë një ushtrum. Edhe ka thonë, çfarë trupi pas ka filani. Edhe ndashtë edhe e ka pas pak atë vetveten vetë që ndashtë ai se ka që si trupi. Edhe thot transmetuesi thot në çat moment thot ka rënë tokë, ka rënë fekt atij personit. Tani pejgamberi çka ka thonë? Kush e din hadithin? Ka thonë qysh dikush pe juve e mbyt vëllain e tij. E mbyt ka thonë. Domthon ka thonë dietar, ai s'ka vdek, po ka thonë dietar, masi ka thonë pejgamberi qysh dikush pe juve e mbyt vëllain e tij, ka mundësi që mësyshi me myt dikon. Andaj kam pensam kur ta shet dikush te vllau i vet, diçka çka i pëlqen, le të thonë duan, Allahumma barik alej, ose thu te barakallahu ose mashallah te barakallahu bashk. Me po barakallahu do të më thonë mesin e lutjeve. Dhe kjo është edhe forma më e mirë më rujt për mësyshit. Kurse gjitha këto që bëhen të nam popull që vjerrën, domethënë syna, gjëra ndryshme, gjitha këto janë ndalume. Këto janë gjitha forma të shirkut që domethënë njerëzit e lojnë mbështetjen në Allahun dhe mbështeten këto gjëra. Domethënë edhe çka smot, a? Po edhe patkoni, edhe çky patkoni që i vënohet shumë është interesant çky. Se di pse vënohet çky, unë s'kam kur me kuptu. Simbolizon si kafsha më e shpejtë. Më e fortë, më kështu. Përpara ka von kali fuqia më e madhe në kuptimin e. Çfarë që forçë për vini patkon, s'bëhet pa. Subhanallah, interesant. Thuhet për kalin Nasradinit, thuhet që Demek ka den hajgare, Demek që kur e ka pa këtë patkonin edhe ka vetë për shka, kanë thonë, jo Nasradini, pas ka thonë, falni, Nasradini. Thot, për shka është ky patkon, thot, por me trujtën, për të këqijave dhe me dhonë të mira. Thot, vallaj edhe kaljemi ka një 4, po kur se kom do dajakin. Thot, kur gjas e kanë rujt dhe që tash. Këto janë subhanallah besnitni në popull që kanë metë edhe besnitnita shumë shtirë më largu. Andaj është mirë edhe na, domthon kudo që shohim kësi gjëra, sy ose rruza që ju vënojnë fëmijëve për mirujt, do të më tërheq vëmendje për arsye se pejgamberi sa thonë në hadithin e Abdullah ibn Mesudit thotë që këto janë shirk. Normal njëri nuk del pe islamit me këtë vepër, por ka bërë një prej gjinohave të mëdha që duhet patjetër me tërheq vërejtën për me i largu këto besnitni. Por kjo është mënyra çish murujt prej mësyshit. Nëse dikush friksohet që ka mundësi me marrë mësysh dikan. Subhanallah, prej gjërave interesante që e përmenin dietarët e tefsirit për pejgamberin alayhis salam, banorët e Mekës e kanë provu mos po mujnë me mësysh me myt pejgamberin alayhis salam. Po. Wa yakadu alladhina kafaru la yuzliqunaka bi absarihim lamma sami'u adh-dhikr. Ata po thot Allahu po thot ata që nuk kanë besu, thot janë të mundu me të myt me sytë tëne, me të godit me sy. E thuhet në librat të tefsirit, nuk e di me transmetime ashtë, po në librat të tefsirit thuhet që banorët e Mekës disa shka janë kont njohur që i marrin mësysh. Se kanë mesin e njerëzve, do të njohur që i marrin mësysh, domon ai e ka pjesën e negativitetit në zemrën e tij begit nalt. Xhelozinë e ka të madhe shumë. Thojnë kanë dalë ka 2-3 ditë, nëse kanë desh dikujt na mi bë keq, ka 2-3 ditë s'kan hongër buk, edhe ku ka kaluar aty pari me deve ose me lop, kanë thonë, çfarë mishi pas ka çike devja, ka cof devja në vend. Umtu shumë që për muhabit, për me shti këtë vetën me e thonë çito persona ju përgatit që ku kalojnë pejgamberi me thonë, çfarë njeri ku ka sa i bukur, ku ka çfarë pamje paska që me mujt dyqysh mu shtiru për tina, mu rahatu për tina. Po Allah zhele ka rujt pejgamberi dhe s'kan mujt me godit me sytet e ne.
Allah na ruajt edhe neve pe synit të keq, edhe pe njerëzve të keq, edhe pe zemrave dhe mendimeve të këqija që njerëzit i bëjnë ndaj neve. Walhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad.